Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të analizuar pak lojën e vazhdueshme të egër që po ndodhen mes Mateos edhe Rogertit. Ditën e sotme përsëri vazhduan akuzat, përsëri vazhduan dinamikat, edhe pse në fakt na ndajnë vetëm 2 ditë të plota nga kjo finale e madhe, nga ky Big Brother i cili ka ngritur një kurreshtje të jashtëzakonshme te publiku. Mateo dhe Rogerti nuk po mundohen që të gjejnë një rrugë paqësore që të pastrojnë ato hatërmbetjet, ato inatet, ato mlefe të krijuara brenda në lojë dhe të dalin jashtë kësaj loje më pozitiv, më energjik dhe me një dashuri të mirë. Siç duket, domethënë lufta për ta fituar çmimin e madh nga ana e Rogertit e nxjerr nga vetja duke e ofenduar Mateon dhe duke u tallur me të. Rogerti sot hedh te hipoteza që Mateo nuk ka fansa jashtë dhe i ka vetëm ato të palestrës, ndërsa banorët e tjerë kanë fansa të ndryshëm. Por edhe ofendime të vazhdueshme që Mateo ka arritur në këtë pikë të lojës nga Brikena. Mateo është një djalë pa shtyllë kurrizore, Mateo është një djalë i dobët, gjithsesi ofendimet vazhdonin të vinë edhe nga ana e Mateos. Rogerti ditë më parë kërcënoi që edhe mund ta rrihte Mateon brenda shtëpisë. Domethënë inati edhe mlefi është shumë i madh i Rogertit kundër drejt Mateos. Dhe kjo eskalon lojën del në personale. Unë siç e kam bërë analizën, domethënë Rogerti në asnjë mënyrë nuk dëshiron që të ketë një marrëdhënie shoqërore në këtë rast me Mateon. Domethënë ai dëshiron që të ketë luftërat të prera, luftërat të ndara me Mateon dhe nuk dëshiron që të bëjnë një rrugtim në një farë mënyre të dy së bashku si miq, si shok në këtë format. Tani pse vijnë të gjitha këto ofendime? Rogerti ka ndërtuar një konkluzion, unë kështu e shoh, që me negativitet dhe me këtë bindjen time unë do të arrijë në podium dhe do t'imposh të tregta banor dhe do ta fitoj këtë spektakël. Me Miri nuk e ka zënkën në kuadër të vërtetës, por e ka zënkën në kuadër të lojës dhe kjo zënka e fuqizon Mirin pasi që Miri nuk e ka lojën e vet, domethënë loja e Mirit është qetësia. Me Selinën e shoh që Rogerti dëshiron që të pastrojë gjërat edhe të afrohet në një farë mënyre dhe të krijojë një lloj shoqërie pa marrë parasysh që brenda kësaj shtëpie nuk luajtën, që kjo gjë nuk do ndodhen jashtme patjetër të shtunën kur do të dalin. Dhe me Mateon e shoh që Rogerti ka një lloj frike shumë të madhe, sepse Mateo ka më shumë drona brenda shtëpisë, ka më shumë mbështetje brenda shtëpisë, ka më shumë fansa jashtë, domethënë Rogerti ka kuptuar këto gjërat, ka arritur ta kupton lojën e Brikenës kur e nxori Mateo në televotim, domethënë Rogerti në atë kohë ishte jashtë dhe mendoj që Rogerti duke patur një pikë pasqyre të vogël, dëshiron ta mposhtën Mateon dhe i trembet realisht për çmimin e madh. Si e mendoni ju këtë zënk të vazhdueshme mes të dy djemve?